gjë në jetë nuk ka ma bukur se sa kur pranë vetës ose takon njerëz të cilët t'inspirojnë, të motivojnë për guximin të cilin e kanë, mënyrën që sfidojnë vetën e tyre, mendjen e tyre, trupin e tyre. Ju e dini që ka disa muaj që unë shkoj në fitness, nuk jam as e përafërt me to, ajo po dihet, po se po vrehet, por mu që me ndalë njeri vetën prej ushqimeve të cilat i pëlqen, me jep një përkushtim total, me bo një ndryshim drastik me trupin e saj, por njëjtën kohë dhe me fitu një qmeme, me qenë kampione, vendi i parë për kategorinë Women Bikini Fitness nga Federata Bodybuilding dhe Fitnessit të Kosovës që ka organizu garën kampionati Kosovës dhe mbarkomtar në Prishtinë, është definitivisht storje suksesi dhe inspirim. Për me folë për këto dhe për shumë detaje të tjera, unë e kom në studio Ela Deda, e cila për gjatë këtyre kohëve të fundit, viteve të fundit, ka jep gjithçka nga vetja. Lëshkosyne, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit edhe juve për ftesën. Qështë kom? Shumë mirë. Kur nuk ankosh? Jo, s'kemi arsye më anku, jam e re, kam energji, kam motiv, kam qëllimet, pse më anku? Definitivist. A ditë për ndryshe, disa ditë pasi që ke përfundu këtë garë, edhe të dëgjojsha në fitness të folë me so inspirim, edhe me so motiv kishe pavarësisht vështërsive dhe gjithë shka që ke kalu, të shka ku e gjenë kjo qik motivin? Motivi ma i madh janë edhe njerëz që të rrethojnë, me të thënë të drejtën, të motivojnë tepër shumë, me përkrahjen që ta japin, me pozitivitetin që ta japin, kuptojnë situatën cilën ti gjendesh, është tepër kënaqësi kur e din që ki ofër vete asnjë njerëz. Ela, atë kthehemi disa vite në kohën kur ti ke jetu në Gjakov. Je kohë në Gjakov, një qikë e cila qka ka pas qëllim? Sa vite mrapa po të kthej? Po kthehemi përfundimin e shkollës fillore, fillimin e shkollës mesme, në qatë periudhë. Në qatë periudhë Ela ka pas shumë dëshirë me u marrë me sportet. Ka lujt një periudhë të jetës handball, ka qenë drejtore vllaznimit handball. Është marrë me fitness, gjithë kohës, nëse nuk është marrë me fitness, është marrë me ecje natyrë, kryesisht me hobi që kanë pas, jenë konë madhë vështira krahas moshatarëve të me. Edhe thjesht e doja këtë lloj sporte, ku më pas edhe vendosa me studiu në këtë fushë, ku e kesha pak vështirë sepse familjen fillim e kishin me dyshime, por e kuptuan që unë e dua ato edhe bëj me shumë qejf dhe janë shumë krenar me çka do të kam bërë deri tash. Edhe u përfunduan edhe studimet ku në kohën kur në pandemi kisha ashtu shumë pesh, edhe kisha mrit diku 115 kg. Nëse mundemi këtë kohë me qitë edhe fotografit edhe me po Elën, letosht inspirim, ti do me thonë mund këtë ranu me ato fotografi. Pavarësisht peshës që shtova në pandemi, unë e vazhdova prapë fakultetin edukatës fizike. Përni me? Po, pa asnjë dyshim që nuk kam i përfundu ndonjëherë. E të rëgëm, atë kanë gjyku njerëzit për peshën? Përni me? Po gjithmonë, me atë peshë gjithmonë më konë ma e mira në fakultet. O, ta zamrën. Do me thonë, kom përfundu të dyjat edhe bachelor edhe master me 9.5 mesatare me një prej studenteve ma të mira në gjenerat. Bravo, Loshk. Çka ndodhi që ti me shtu peshë gjatë pandemisë? Ishën ato, edhe ishë ndryshimi vendit që e bona prej Gjakovës në Prishtinë studimet, vendi ri, rreth i ri, lifestyle-in përgjithësi. Përgjithësi ka ajo ndryshimi që u bë, largimi nga familja, ishte pak e vështirë fillim, me gjet veten, ato kisha pak ngecjat. Ku unë e kom ditë që në ditë kom u kthy Ela që më konë edhe nuk ka diskutim atë. Veç që më konë të prit momentin kur për ja nis ajo, më shpërthy. Edhe kur nise? Ka nis vitin, para një viti e gjysë që shtot, kur kom nis gradualisht me hu peshë. Po jo me një synim qëllim pak ma tepër, veç me hum pesh. Po veç një ditë ashtu mu ka kujtu Ela e vogël që ka pas shumë dëshirë me po gora, me garus që shdojnë në skenë, sakrificat që i bojnë, edhe thash, thash unë du me hi edhe du me provu. Edhe 3 muaj nuk e ka ditë absolut kërkush që unë jem të përgadit për garë. Fillun me po ndryshimet, edhe fillun me bo kurioz, ku unë isha shumë, isha kritikuhën vetëm edhe veç nuk desha me diskutu. Veç dhe isha me punu. Ja, ku kemi edhe fotot për ata të zëtë përna ndjeki në YouTube live ndryshime, ndër e kom Ela me pas që të vijen bark, këshyre që shë bo, a je krenare me vetën kër e shë?
Jam shumë krenare me veten, po edhe jam shumë falenderuese ndaj burimit që I ka jap kuptim këtij rrugtimi. Për një me. Edhe I ka jap kthesën e duhur. Me të vërtet ka bë punë tepër të mirë. Për një periudhë është transformu trupi prej, nëse nuk ka bëj, ka qenë pesha kur ke hite në këtë ndryshimin drastik? Në ndryshimin e gorës, në periudhën e përgatitjes gorës kam filluar me 84 mos gabofsha. Okej. Do të thonë kjo pesha që e pam që ke pak ma e madhe është në periudhën e pandemisë. Po. Ndërkaq ti je bo gati prej 80 80 diçka killa në 65. Po. Edhe padyshim që njerëzit kanë përkra. Po ti si person e cila nuk ka fol, nuk ka tregu që është u bogati për gara, e ka mbajt në vete. Po. Do më thonë, je person përgjithsi që nuk do në mi tregu... Jo, thjesht kisha pak dyshimet se nuk kam mbri me adol, se e kom di që është super sakrificë edhe tu bazu në fazën cilën ish trupi jam për ma arrit deri te gora. Pak për njerëz është po si e pamundur kur e kanë marrë vesh, edhe krejt e kanë po, okej, le ta bën qefin e vet, se e shen që s'mundet edhe e kuptojnë. Po unë veç inovativ, veç shkej këtë ushtu ashtu, veç shkej këtë ushtu edhe veç është e kom po vetën limite që nuk e kom mendu nejherë që muj me po. A mundemi bashkë me pa këtë video të këtij momentit? Momentin e Elës, kur ka shiu mas shumëte. Apo, fituesja e vendit të parë në kategorinë Women Bikini Fitness e organizuar nga Federata e Bodybuilding dhe Fitnessit Kosovës. Jashtëzakonisht bukur dukesh. Tepër Se mirë. do në këtu e këqyr vete. Po, unë ty të kom tregu edhe në fitness kur jemi, do më thonë, je definitivisht motiv. Faleminderit. Edhe një femër e cila jep një përkushtim kaq të madh edhe bën një ndryshim drastik dhe qëndron mbrapa qëllimeve të veta është e jashtëzakonshme. Çka përfaqëson Ela për ty kjo fitore? Një arritje personale, profesionale apo mesazh për tjerët? Unë më thonë që mesazh për tjerët është po, ajo nuk diskutohet, edhe kisha pas qef se cili mi pa me një formë tjetër, jo vetë si një femën që është tregu trupin e vet, atë fshihet shumë pas. Është një karakter shumë I fortë, është një sakrificë shumë e madhe, është një disiplinë ushtarake, është një karakter I ndryshuar totalisht prej 0 në 100%. Mos të harrojmë që gjatë kësaj periudhës atje ju kon të bogati për garë, të njëjtën kohë ke vazhdu edhe me master, apo? Do me thonë, 2 javë para se me dalë në garë, unë e kom diplomun mas. Para me ndoni. Edhe që më kalon për shtypja, më ka tregu që... So që njerëzve nuk ju ka bu për shtypje tema e masterit që kom diplomu, se krejt ju në konë të oprit kupen. Ela për ndryshe nuk ka dasht as me dalë në dark. Kur e ka përfundu masterin, ka thonë asë se ka ko për me festu. Po, edhe kemi shumë arsye për me festu. Po, bravo. E kom vajt mene, kom thonë sa dush me kun person që I qëndron mrapa qëllimeve tua dhe te e ke bo. Unë e kisha pas qef edhe me tregu një moment të vetëm që më ka bu më një kampion. Skena në asë një moment nuk më ka bu kampion. Skena më ka bu më një Ela. Momenti vetëm që halon bën më një kampion, se unë jam të vazhdu përgatitjen, kom me dojnë në Malta dhe në Barcelonë. Wow, perfekt. Në kampionat mediterran dhe botëror, nëse veç e kemi shëndetin. Po mëre që shë testohet. Edhe momenti I vetëm që më bën më një kampione është kur shkojnë shpe, me shpresën që ata kanë kuptu që unë tash jetoj një botë tjetër, krahasim ata, edhe gjithmonë e shoh që është e pamundur ata mi kuptu, edhe shfaqin një lloj nervozizmi që nuk po përshtaten edhe mu. Edhe gjithmonë kthena dëshprunë edhe prap kthena me mallin e njëjtë me verzionin e njëjtë, po vetë duhesh me hek dorë, me largu dhe me vazhdu jetën tonë që jeto e bo veta. Jo ma ata. Se thjesht nuk mundesh të përshtat. Shumë vështirë. Është I vetmi moment që më bën mundi kampione. Se dush me hek dorë, dush me thonë jo, më fal, mund duhet me ik. Ata dalin dorë, mblidhen te veç dush me thonë jo, unë duhet me ik se kam orarin e gjumit, kam orarin e ushqimit. Kam e përgatitur. Është shumë strekt jeta kur te e bën një jetë të tillë për mu përgatit për gara. Ekstrem. Që është rruga drejt krijimit të një kampione në këtë rast. Më varet sa ti e dën. Nëse e dën çdo gjë tjetër që më thonë jo, unë nuk e kam asnjë natë që kom dalë prej shkurtit. Prej shkurtit. Asnjë natë kom dalë. Maksimumi kom dalë me pina I kafe ditën, mas dite. Ora drejt jam gjëm. Ela? Ushqimin e kom pas shumë të mirë, gjithmonë kom pas karbohidratet, proteinat, vitaminat, mineralet,
Karbohidratet janë pjesë e dietës edhe në kësi raste. A varet cilat? Varet në disa raste, varet çysh trajneri e manipulon ato në trupin tonë, kryesisht javën e fundit manipulohet me to. Me karbohidratet, kripen, ujin, java fundit është ajo më e vështirë. E ushtrimet janë intensive? Intensive, 2 herë në ditë, kardio në mëngjes, ushtrime mas dite. Edhe ushtrimet edhe kardio nuk guxon më ndryshu orare për shkak të rikuperimit të trupit. Për shkak të kohës rikuperimit të muskujve. Çka i propozon lëshkonysave që janë këtu në studio, edhe atyne që janë duke na dëgjuar dhe duke na qysh mujnë në formën më të shëndetshme me humb peshë? Vetëm tu i besu konsistencës, sepse çdo gjë shpejt kthehet shpejt. Okej. Do të më besu konsistencës, do të më qenë disiplinun, do të më di që ndonjëherë një ditë kanë më bo ma pak ushtrime, një ditë kanë më bo ma shumë, një ditë kanë më bo krejt do të balancë. Unë mendoj që balanca një jetë është ajo që është formula vetme. Atë merr malli Ela për me pas një jetë edhe jetë natës, edhe më flajt deri në 2-3 mëngjeset. Që unë që apo thomë është keq, po... Jo, e kuptaj, se shumë njerëz edhe ma bojnë, unë nuk më boj një jetë si te. Unë merr malli, sidomos verë se kum pas goxha vështirë, kërkush nuk u kon fitness veç unë më kon të ushtru. E di valla. Absolut kërkush nuk u kon. Edhe dyqysh tash ti kur pishon njerëz të ushtru po them ua, sa lezat çto krit bash. Shumë duket hajgore. Edhe kum lakmua ashtu, po kur është bora në 40, unë veç nuk kum pas fëqime najt ma tepër. Ajo kun e ki ditë që nesër ki mu qu, nëse nuk qohësh gjystarëve aty në skenë nuk ju intereson për ty, a ki dash me dalë, a ki dash me flaj. Sa ke gjetë për krahje, për njerëzve në përgjithësi? Shumë. Kusht ka befasu? Ndoshta komuniteti i fitnessave, i njerëzve të cilë marrin pjesë në për kësi gara, apo shoqënia jote, se nga njerë në për kësi momente njerë e tregon edhe ftyrën e vërtet? Ka befasu komuniteti fitnessave, mënyrën që shkanë bashkëpunu me njëni tjetren, pa asnjë lloj inate me njëni tjetren, veç e kanë jap se cili maksimumin për unë më shkëlqy sa më shumë në skenë dhe në rri qëllimet e mia. Edhe jam shumë falenderuese ndaj tyre, dy parve. Sa mirë, u gëzova. Tepër falenderuese. Qysh e ruan motivin për çdo det? Kom pas raste gjatë përgatitjes, kur jam tuk për gjumit më mëngjes, kom thonë, o gjallë kokë edhe sot, hajde që se kur gjo nuk i. Për ndryshëm Leoni me ju tregu, shkojmë fitness, gati çdo det, edhe kesha në dhomë zhveshës për mu bo gati me janis fitnessit. E shesha Elën, dhe me thoni është periuda s'po di qërshor, edhe unë ja bësha që ju m'ka bona gati me shku në Amerikë. Kjo e dërmu me pri ushtrimeve, edhe veç më qërke me bëke, aha, shumë mirë. Edhe asni qehre, thosha pse mëre kjo kaq serioz. Unë shumë do me thonë me entuziazëm e krejt. Do me thonë e shisha që sa po i ka përfundu ushtrimet, i ushtroj ke njerës tjerë si trajnere e fitnessi, edhe shisha prap tu hi edhe njerë për vetën. Që kjo është definitivisht motiv. Motiv edhe kur dënë me qëndru mrapa qëllimit që ja ke vendosë vetës. Edhe jam shumë e lumtur që ata njerës që më kanë po bashkë ashtu që tash më keni po edhe mirë. Të kemi po edhe mirë, edhe të kemi po të jep zërë edhe krejt. Po që për thomë se njerës të më kanë kuptun që ata aspekt, se kom pas momente që nuk kom dash me fol me kërkan, kom pas momente që kom pas nevoj me fol me dikan, po mas ne të këqyrshin shkakitash. Po, tregom, jetu u bogati tash në gara ndërkombëtare. Po. Që kemi marrë pjesë si vjet apo vitin tjetër? Jo, si vjet, Krejt si muin vjetën. tjetër. Muin tjetër. Po. Edhe është sfida ma e madhe për ty? Është shumë ma sfiduese se gara në Kosovë, kuptohet, janë skena më të mëdha, konkurenca është shumë ma e fortë, unë jam fillestare, është gara jam e parë. Du me shku me shiju si eksperiencë, du me kuptu që funksionojnë skenat më të mëdha, që kur të garoj hera tjera unë veç më kune përgatitne dhe me pa që kam prat. Edhe me sfidu vetëm pra, me pa me një konkurencë më të fortë, më këthy me japë edhe 100 herë më shumë. Pse mos me japë edhe 100 herë më shumë. Ti projektet e tua pa dyshim që nuk janë veç pjesëmarrja në gara të tilla. Jo. Si një vajzë e cila i qëndron mbrapa gjithë qëllimeve të saj, unë nganjëherë mendoj që sot fakulteti dhe masteri nëse e kryen dikush, mendoj që është për mia buçepin më shumë familjes. Po, e di që krenar janë familja jote për ty. Po, që edhe shkolla ka vendin e vetë. E ka, pa dyshim. Por unë e besoj që ki edhe projekte tjera në mendje, po që një vajzë në të 20-at e saja vazhdon me jep kaq shumë vëmendje dëshirave të veta, është për mu duar trokit. Kështu që uroj që bashkëpunimet ose programe trajnimi apo çka do qoftë, ti duar trokite se si ke vënë kufjet, kështu që i dëgjon kur e sheh intervistën. Okej.
është definitivisht uroj që e mbara ka me të përcjell gjithmonë Ela. Shumë faleminderit. Sinqerisht. Shumë faleminderit. Shoh çdo ditë aty. Edhe so herë të shoh ty, Adelinën, edhe shumë femra të tjera. Përshëndesim shumë. Shumë, jon inspirim edhe definitivisht për një periudhë shumë të shkurtë kohore, histori suksese, edhe ke shkëlqyer në garë. As nuk desha mi pa qika tjera që kanë marrë pjesë. Domethënë veç që desha që çaj vend është për ty. I bom për ty. Me qëtë mendje kom hi edhe unë në këtë rrugë dhe me qëtë mendje ka përfundu. Tregom që po komentet YouTube janë bravo Elës, ky rast i Elës po na kujton, po tregojnë edhe rastet e tyre dhe gjithçka tjetër edhe është për muduar drogit. Tregoj Donikës çush kanë mundësi dëgjuesit ose ata që po na ndjekin live në YouTube me të kontaktu ty në rast se dëshirojnë me bashkëpunu me ty, me pas mundësi me të ndihmu sa i përket këtyre garave ose thjesht me të pas edhe trajnere. Po, munden me më kontaktu përmes Instagramit apo cili do rrjet social. Ela Deda. Po, Ela Deda. Ela, u gëzova shumë që të pata në studia. Edhe unë shumë u kënaqja sa që kesh me ty. Faleminderit edhe ty për pozitivitetin. Faleminderit shumë, frikë të mbara unë të shihemi mas orës 4 pra.